Përshëndetje teleshikues, mirë se yrgjej. Në vim ju ftoj të ndiqni emisionin Vitrina e Librit. Sot kam përzgjedhur për ju një roman mjaft interesant me një tematikë sa të bukur aq dhe intriguese. Libri që do të trajtoj është i quajtur E Bia e Hoxhës fotomodele, siç e shikoni dhe nga kopertina, e autores turke Emine Çonlikoglu. Autorja ka shkruar mbi 20 libra të tjerë dhe ka qenë e burgosur për disa vite për shkak të tematikës dhe përmbajtjes së librave të saj. Për t'u informuar sa do pak, ky roman është përkthyer dhe përshtatur më së miri në gjuhën shqipe nga zoti Fatmir Sulaj dhe është botuar në shtëpinë botuese Sira në vitin 2005 në Prishtinë. Në këtë libër të mahnitshëm, lexuesi do të njihet me një temë paksa delikate, por që ka prekur dhe shoqërinë shqiptare. Përmbajtja e librit tregon mënyrën se si mediat ndikojnë në jetën e njerëzit duke arritur dhe ta ndryshojnë ato. Fatma është personazhi kryesor i librit dhe është e bija e një hoxhe i cili e ka edukuar atë në rrugën e fesë islame. Krejt papritur, ajo vihet në dilemë nëse me të vërtet dëshiron të ndjekë këtë rrugë që babai i saj ka këshilluar, apo nëse ajo mund të veprojë e lirë sipas botës që shen dhe pëlqen në media. Fatma nis karrierën e saj si fotomodele, gjë e cila nuk mund të pranohej nga Jati, pasi ishte diçka tepër kontradiktore, se si e bija e një hoxhe të zhvishe dhe të dilte nëpër skena të ndryshme. Pas një rrugtimi ngjarjesh e peripecish, zënkash dhe dilemash, Fatma arrin të gjejë vetveten dhe rrugën e duhur për të. Por çfarë ndodhi me Fatmën? A u përshtat dhe a mundi ta realizoj ajo ëndrrën e saj? Për ta kuptuar ngjarjen e plot, po ju lë pak në kurreshtje dhe ju sugjeroj të lexoni librin për të kuptuar këtë histori kaq të bukur. Ndërkohë kam zgjedhur një fragment të shkurtër për t'ju lexuar nga ky libër. Ka vdekur babai yt Fatma. Fatma s'po u besonte dot atyre që po dëgjonte. Mos më gënjej Xhaxha Ahmet. Të lutem më thuaj se kush është Nata Arkivol. Ahmet ju përgjigj duke qarë. Ah, sikur të ishte gënjeshtër, por për fat të keq është e vërtet. Ai që ka vdekur është imami i madh, Hoxh Jakupi. Ah, imami im i dashur. Fatma qëndronte si e ngrirë nga tronditja, nuk po e mblidhte dot veten, nuk po dilte dot nga gjendja e shokut që po përjetonte. Pa arkivolin e babait të saj për minuta të tëra, pastaj eci dal nga dal drejt arkivolit dhe ju afrua. Kur arriti në krye të arkivolit, filloi të qante me ngashërim. Baba im i dashur, erdha unë, vajza jote o gurzez Fatma. Fatma e vendosi kokën mbi arkivol duke qarë me dënesë dhe sikur po e humbiste veten. Ajo po vajtonte sikur po i kërkonte të falur babait të saj. Baba im i dashur, nuk mendova se mund të vdisje, pas kam ngelur shumë vonë. Së pari të dogja unë ty, ndërsa tani po më djeg ti mua, baba. Por zjarri yt sikur nuk do të shuhet asnjëherë tek unë, baba. Vuajtjet që të kam shkaktuar nuk do t'i harroj asnjëherë. Tashmë nuk mund t'ja fal vetes as vonesën time. Ndërkohë që Fatma po e prekte arkivolin duke u përpolitur nga dhimbjet që ndjente, prani shkoi Ahmeti dhe i tha: "Mjaft tani, mos qaj më. Mendoj se ky mësim të mjafton. Në të vërtetë unë fillova të qaja nga gëzimi kur të pash ty. Unë vetëm desha të hakmerresha. Në këtë arkivol nuk është babai yt, por fëmijë ynë, Aliu. Shiko, babai yt është tek muri, i shokuar nga gëzimi se po të sheh." Kështu pra miq, kjo është një histori që ja vlen me të vërtetë ta lexosh. Dhe nëse do doni ta shtonit në bibliotekën tuaj si libër, mund ta merrni shumë lehtë atë duke porositur online në faqen islamshop.ch. Dhe kështu kemi arritur në fund të emisionit Vitrina e Librit për ditën e sotme. Duke ju falenderuar për vëmendjen, bashkë do të takohemi në emisionet e radhës për të diskutuar për të tjera libra. Mirupafshim. Romani E Bia e Hoxhës fotomodele është një ndër librat e autores turke Emine Çonlikoglu. Për ta bërë tuajin këtë libër mund ta blini online në faqen islamshop.ch ose përmes numrit të telefonit 41 79 46 95 036.